Një grupi pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë hyrë në ditën e 6 të grevës përpara dyerve të qeverisë së Kosovës për të kërkuar miratimin e ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s dhe, siç thuhet, veteranëve të luftës t'iu kthehet identiteti dhe dinjiteti i tyre. Ata thonë se në Kosovë po vazhdon përpjekja organizuar institucionale, ndërkombëtare dhe vendase për varrosjen përfundimtare të trashëgimisë së luftës lirimtare. Ylber Selmani nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës tha se greva do të vazhdojë derisa të përmbushën kërkesat e tyre. Nuk besojmë më në asnjë marrëveshje gojore dhe nuk lejojmë që kjo çështje të zvarritet. Kërkojmë nga kryesia e Kuvendit që në procedurë të përshpejtuar projekt ligji për vlerat e luftës të sillet në Kuvend. Sa më shpejt që është e mundur të miratohet ligji duke marrë parasysh kërkesat, kritikat dhe kërkesat tona. Duhet ta kenë të qartë të gjithë se greva jonë do të ndërpritet vetëm atëherë kur realizohen kërkesat tona. Ne ju paralajmërojmë që numri i grevesëve po rritet çdo ditë më shumë. Ne jemi më të vendosur se kurrë që të mos ndalemi deri në realizimin e plotë të kërkesave tona të drejta. Nëse nuk veprohet shpejt nga institucionet, ne si Këshill jemi të shqetësuar se durimet tonë mund t'i vijë fundit. Nuk ka arritur askush të ndryshojë vendimin e tyre me gjithë lutjet e një grupi të deputetëve të Parlamentit të Kosovës që t'i japin fund grevës, gjatë së cilës gjendja shëndetësore e tyre po përkeçohet. Gjevdet Qeriqi nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të ish UÇK-s paralajmëron ndërprerjen e të gjitha kontakteve qoftë me autoritetet, qoftë me mjetet e informimit. Po ne qysh në fillim e kemi paralajmëruar se do ta ndryshojmë dhe nesër do ta marrim vendim që prej ditës sonë do të jetë greve izoluar dhe nuk do të komunikojmë as me media as me do të thotë institucionet e shtetit të Kosovës përveç me veteran, ata të cilët duhen na vizitojnë. Greva nuk është komentuar nga autoritetet e qeverisë, ndërsa është kundërshtuar nga shoqatat e veteranëve të luftës, zyrtarët e së cilës thonë se shqetësimet e ngritura nga grevistët janë zgjidhur ose po zgjidhen. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.